E dim që këtu kemi një park nacional dhe në ndër vite ka pasur edhe degradim për shkak të ndërtimeve të shumta që kanë ndodhur. Raste të tilla keni pasur, jeni duke i trajtuar? Padyshim, besoj që keni qenë dëshmitar ju edhe qytetarët. Unë në koncept dokument, madje po e them këtu, para Këshillit kam thënë që në synime afatshkurtra do ta luftoj dukurinë e veprave penale kundër ambientit. Është njëra prej dukurive që ka afektuar nivelin global. Vendet evropiane kanë nxjerrë direktiva rregullore, konventa për mbrojtjen e mjedisit dhe është koha që edhe ne të reflektojmë më shumë, të marrim më me seriozitet të raste, sepse këto raste kanë pasojat më dha. Jo vetëm tani për tani, por edhe për gjeneratat pas nesh. Zakonisht degradimi i ambientit bën tek vepra penale, tek vjedhjet e pyjeve, po ashtu edhe tek ndërtimet pa leje, por mbi të gjitha. Ne kemi pas rastet e eksploatimit zhavorit dhe rërës. Drini bardh që përshkon Dukagjinin nga Peja, Gjakova e Prizreni, në pjesën tonë, po flas vetëm për kompetencën tonë, nga fshati Krush e vogël e Tutje, që përshkron zona Anadrinis, ka qenë një kaos i tmerrshëm. Damët që janë bë aty, edhe sot kur po flasin, janë të pariparueshme. Unë qysh me marrjen e mandatit, kam apliku masat veçanta e timur në këtë rast. Për 4 muaj, me prova materiale, me video ditë e natë, dhe i kemi siguru dhe jam siguru që asnjë prej atyre operatorëve ilegal të mos mbetet pa u përfshirë, në mënyrë që qytetarët ta marrin vesh gjithë që duhet bashkëpunojnë dhe askush mos mbetet jashtë. Kemi zhvilluar një aksion ku janë arrestuar 21 persona. Kemi sekuestruar makineri, kamion, eskavator, aparate seperuese në vlerë mbi 2 milion vetëm brenda një ditës. Dhe sot po të shkon, nuk ka asnjë person që guxon ta fut atë lugën e bagerit aty në pjesën e Drinit. Kanë provuar një natë, dikur natën, po prapë po kthehemi te partneri kryesor që qytetari na ka raportuar dhe natën në orë të hershme të mëngjesit i kemi kapur edhe ato raste dhe kemi sekuestruar edhe aty eskavator e kamion, kështu që e kanë të qartën. Gjitha këto pajisje veç se janë të sekuestruar dhe kemi kërkuar edhe shitjen fast hershme pra, në mënyrë që t'ju pamundsohet, sepse kur e merr kamionin, ja merr eskavatorin, ai me mjetet dorës nuk mund të kryej, nuk bëhet separimi. Kështu që çfarëdo që të ndodhë të ardhmen, sepse në kaluamën kemi pas të lashe në këtë drejtim me gjykatën, kemi pas edhe në kaluamën luftë të madhe këtyre veprave. Mirë, po kemi pas gjykime të nuse, po jo dhe konfiskime. Unë e them që këtu jam i bindur që do të përfundojnë rastet me konfiskimet mjetet kryerjes veprës penale, sepse ato i kanë mundsuar kryerjen e veprës penale. Por edhe sikur të mos ndodh më e keq. Nesër t'i lirohen, pas nesër aty do t'i marrin prapë. Do të thonë nuk mundën, duhet ta vendosin në kokë të gjithë ata andej që janë pasuruar me pasuri shoqërore dhe duke mos pasur licenca për operim në atë pjesë që nuk mund dalin atë pjesë. Ne jemi ligj zbatues dhe si ligj zbatues do ta respektojmë ligjin ashtu siç jemi të obliguar dhe do t'i luftojmë. Pra i kemi pas dikun 40 raste vetëm të mjedisit që i kemi trajtuar në vitin 2025. Kryeprokuror, një ndër fenomenet po ashtu të shprehura në këtë rajon është edhe fenomeni i drogave, për çka kemi pas që ka pas rezultate, sepse kemi pas shumë aksione që janë realizuar dhe ju kemi po juve po ashtu në ballë të tyre. A mund të na flisni se sa kanë qenë të shprehura dhe çfarë rezultate keni shënuar në këtë drejtim? Po padyshim edhe zona gjeografike ku jemi ne si topografi e Prizrenit, me një farë mënyrë në i sjellët në narkotik, sepse kemi nga njëra anë kufirin me Shqipërinë dhe nga ana tjetër me Maqedoninë, që i kap territori jon dhe e keni parasysh që kufiri me Shqipërinë sjell shumë vepra të kontrabandimit migrantëve, të mallrave, ta sjell narkotikun e ndonjëherë edhe korrupsionin në kufi, kështu që narkotikët janë të shprehura në masë të madhe në regionin ton, sepse shpesh përdoret si tranzit dhe ne jemi kujdesur. Është fat i madh që e kemi në njësit të drejtorisë hetimit trafikimit me narkotik në Prizren në njësit jashtëzakonisht përkushtuar. Kemi punuar shumë me ta, kam punuar personalisht edhe me hetuesit e njësitit të Gjakovës, por edhe me ata të Prishtinës. Çka ka ndodhur? 378 persona për narkotikë kemi pas brenda vitit 2025 nga ky kapitull, duke përfshirë posedimin, shitjen, kultivimin. Dhe nga 378, 371 kemi kry. Pra, po flasim për vepra penale që i kemi trajtuar me prioritet. Dhe vlen theksohet që 88 persona i kemi pas vetëm departament krimeve të rënda.
prej tyre 69 janë shitës narkotikëve. Dhe këtu janë të shprehura në kohën e fundit jo vetëm marijuana e kanabisi, por në mos madhe kokaina, sidomos kokaina, por edhe heroina. Shitësit kuptohet që janë me sasina më të vogla të këto narkotikë që janë të nivelit shumë të lartë dhe të rrezikshëm, por me marijuanë e dim që ne kemi pas rast ku kemi kap vetëm në një rast mbi gjysmë tonelate, pra 512 kg në një rast i kemi dhe 3 laborator indoor të brendshëm i kemi shkatëruar brenda qytetit ku kanë operuar nëpër banesa, nëpër shtëpi. Pra i kemi 18 persona për kultivim të bimës së hashit, skurrës, kokainës dhe bimëve të kanabisit dhe i kemi, siç thash, 69 persona për shitje. Jemi të interesuar që të punojmë shumë në këtë drejtim, sepse kjo afekton sidomos rinin, që është pjesa më vitale e shoqërisë dhe në këtë drejtim kemi rrit bashkëpunimin edhe me hetuesit që janë në kufi, por edhe në kohën e fundit edhe me prokurorinë e Kukësit, që kemi edhe një bashkëpunim jashtë bashkëpunimit për ndihmë juridike ndërkombëtare, për çka ne shohim që është interesi dy anëve që të bashkëpunojmë dhe që të mos lejojmë që vendet tona, kufijt tonë të përdoren si korridore për të kaluar narkotikun. Me siguri, kryeprokuror, që për me pas rezultate është dashur që me nrru qasja dhe me pas një llogaridhënie shumë më të madhe. Përveç asaj frymës në ekip për cilën folëm në fillim, po besoj se edhe në aspektin e llogaridhënies nuk duhet me pas pardon në çdo rast ku ka shkelje që mund të supozohet se janë kryer nga ana e prokurorëve apo stafit. Sa është rritur llogaridhënia në prokurorinë themelore në Prizren, sa ankesa janë bërë në raport me prokurorët dhe çu janë trajtuar ato. Padyshim që llogaridhënia është për elementeve kryesore që kanë bërë qartë qysh me marrjen e mandatit dhe kanë të qartë se cili prej kolegëve të mi edhe në kolegjiumet e përjavshme që i marrim, por edhe në konsultat e përditshme që i marrim. Llogaridhënia është për elementeve kryesore që duhet ta ketë secili prokuror, duke u nisë nga llogaria për numrin e landëve të kryera të punuara dhe mënyrën se si i punojnë, por edhe në aspektin disiplinor. Kam pranuar brenda vitit 13 ankesa disiplinore, por dihet që ka pas lloj-lloj ankese dhe po tregoj që të 13-at janë të hudhura. Por i kam 4 me vetë iniciativë që të gjithat 4-tat kanë shku me iniciim procedurave disiplinore në Këshill Prokurorial dhe janë marrë edhe vendimet adekuate. Pra gjithsej kanë qenë 17 ankesa disiplinore. Për kolegët e din shumë qartë, jam partneri më i mirë i tyre kur jemi në një vit të drejtë dhe në ato parimet që janë pa lëkundura, por aty ku ka devijime duhet ta di edhe ata dhe tashmë jemi të pajtuar që do të jem armiku kryesor për secilin.